Gjua urrëties kundër komunitetit LGBTI po intensifikohet nga dita në ditë. Është ky konstatimi i avokatit të popullit, kreu i së cilit kërkoi të drejta të barabarta për çdo individ, pavarësisht orientimit të tij seksual. Igli Totozani theksoi se askush, pavarësisht statusit të tij social, politik apo profesional, nuk ka të drejtë të paragjykojë askënd. Askush nuk ka të drejtë, pavarësisht statusit social, politik, profesional apo intelektual, të paragjykojë, të ndërhyjë në jetën e tjetrit, të propagandojë mënyrën e jetesës apo ca më keq, të pengojë zhvillimin social të çdo individi. Shqipëria nuk po i mbron të drejtat e komunitetit LGBTI thjesht dhe vetëm për të qenë pjesë e Europës qytetëruar. Totozani kujtoi se vendi ynë ka ratifikuar konventën dhe aktet e tjera të drejtave të njeriut për mbrojtje nga diskriminimi. Legjislacion ky që sipas tij duhet të zbatohet menjëherë. Avokati i popullit kërkoi mbështetjen e institucioneve shtetërore për këta individ të drejtat e të cilëve dhunohen për shkak të përdorimit të gjuhës së urrëties. Ju bëjmë thirrje institucioneve shtetërore në zbatim dhe të detyrimeve që rrjedhin nga legjislacioni ndërkombëtar i ratifikuar nga Republika e Shqipërisë. Të jenë proaktiv në marrjen e masave të nevojshme ndaj të gjithë atyre që e përdorin këtë gjuhë apo ca më keq që nxisin urrëtitjen për grupe apo individ që i përkasin komunitetit LGBTI. Çdo person duhet të jetojë i lirë dhe i respektuar në të drejtat e tij. Totozani kujtoi qytetarë se nxitja e urrëties është një akt i dënueshëm, i parashikuar në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë.